Vetëm një gjethe nga aloe vera I jep lëmë të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. E njohur nga qytetrimet e lashta si bima e përjetësisë dhe për amerikanët indigjenë si Spectri Paraisos, aloe vera ka një sër vlerash të larta shëruese, për të cilat mund t'i japin edhe përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndoshta keni edhe ju aloe vera në shtëpinë tuaj, të cilën mund ta përdorni sipas nevojave ditore dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike dhe të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Aloe vera është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime dhe si e tillë ajo duhet të përdoret në të mirët të shëndetit në lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që mund të përfshijnë polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet gjithashtu dhe minerale të shumta që I jep kjo bimë në vlerat ushqyese të larta në mbrojtjen e organizmit gjithashtu edhe në përmirësimin e imunitetit tuaj dhe jo vetëm. Aloe vera është një bimë që mund t'i japë shumë vlera të larta ushqyese në dobi të organizmit dhe në mbrojtjen e shëndetit të tij. Sipas revistës së shkencave mjekësore dhe shëndetit amerikan, aloe vera do të zotërojë një sër përfitimesh të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, siç janë për shembull vetit e tyre antibakteriale, antivirale dhe ndihmon gjithashtu edhe përmirësim më të mirë të imunitetit tuaj në pastrimin e trupit nga toksina dhe patogjenët e tjerë, të cilët mund të jenë ndikues në përkeçimin e situatave tuaja emergjente. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi I bimës aloe verës? Aloe vera është një bimë e cila përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv. Ajo ofron minerale të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit. Aloe vera ka shumë minerale duke përfshirë nivele të larta të kalciumit, magnezit, zinkut, kromit, seleniumit, natriumit, hekurit, kaliumit, bakrit dhe manganit. Të gjithë këta përbërës do të luajnë një rol fantastik në bashkëpunim edhe me fuqinë që jep trupi juaj në parandalimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së tij. Të gjitha mineralet që gjenden te aloe vera janë në një përshkrim I mirë I elementeve ushqyes që nevojiten trupit dhe shëndetit të njeriut. Aloe vera do të ofrojë enzima të rëndësishme kundër komplikacioneve që I kanosen organizmit. Aloe vera përmban enzima të tilla si amilaza dhe lipaza, shumë më të rëndësishme këto që ndihmojnë me tretjen duke shpërndarë dhiamin dhe molekulat e sheqerit. Një molekulë në veçanti mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacioneve në trupin tuaj. Aloe vera përmban nivele shumë më të mira të vitaminave. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky është një lëshim shumë I mirë edhe për vegetarianët të cilët shpesh nuk e marrin këtë vitaminë përmes ushqimit dhe mund ta marrin atë edhe përmes përdorimeve të ndryshme. Të tjera studime kanë treguar se të marrësh aloe vera mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen tuaj të disponimit në mënyrë biologjike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi juaj mund ta përthithë dhe ta përdorë atë më kollaj. Kjo mund të parandalojë gjithashtu edhe problemet e humbjes së vitaminave. Aloe vera është një burim I vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, të acidit folik, kolinës, vitaminës B1, B2, B3, B6. Ajo përmban aminoacide të rëndësishme për organizmin. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacidet thelbësore që kërkon trupi I njeriut. Ajo përmban gjithashtu acidin salicilik, I cili ndihmon në luftën kundër inflamacioneve dhe bakterieve të ndryshme që I kanosen trupit dhe shëndetit të njeriut. Përdorime të tilla të kësaj bime do të jenë fantastike edhe në mbrojtjen e organizmit. Një nga përdorimet më të fuqishme të aloe verës është gjithashtu edhe vaji esencial me veti të shkëlqyera ushqyese që ofron për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Aloe vera është një bimë që mund t'japë përfitime të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qytetrimet e lashta e përdorin atë edhe për të lehtësuar infeksionet, acarimet e lëkurës, djegjet e saj dhe për të përmirësuar ndjeshëm edhe mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e problemeve të imunitetit tuaj. Aloe vera quhet gjithashtu si bima e përjetësisë, e cila mund t'i japë shumë përfitime në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Të gjithë e përdorin atë si një produkt fantastik në mbrojtjen e shëndetit tuaj, por cilat janë vlerat esenciale të vajit aloe verës? Vaji i aloe verës përmban antioksidantë, vitaminën C, vitaminën E, vitaminën B, të cilat janë shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit tuaj. Dhe shtimi i kësaj bime në dietën tuaj mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të stomakut. Aloe vera është një bimë që mund të ndikojë në përmirësimin e shëndetit të stomakut, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tij. Kjo fal avantazheve të mira të lëngut aloe verës. Ajo ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë më mirë sistemin tretës. Ky vaj është shumë i dobishëm për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ai mund të reduktojë gjithashtu sindromën e zorrës së irrituar, konstipacionet dhe gjithashtu mund të jetë i dobishëm kundër problemeve të refluksit gastroezofageal ose refluksit acid, të cilët mund të ndihmojnë gjithashtu në përmirësimin më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një produkt fantastik edhe kundër problemit të shenjave të lëkurës. Ky vaj do të nxjisë procesin e shërimit të lëkurës dhe do të parandalojë gjithashtu edhe problemet e formimit të shenjave të tyre. Vaji i aloe verës është një produkt fantastik që mund të forcojë kapilarët e gjakut duke mbajtur lëkurën më të bukur dhe më të shëndetshme dhe do t'japë rezultate fantastike në reduktimin e problemeve të shenjave. Ajo mund të ndihmojë dukshëm gjithashtu edhe kur bëhet fjala për sistemin tuaj imunitar. Vaji i aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës në gjakun e diabetikëve. Ai është i mundur të luftojë gjithashtu edhe luhatjet e theksuara për sa kohë përdoret me kujdes dhe në mënyrën e duhur. Aloe vera do të kthehet në një produkt fantastik rigjenerues. Vajin e aloe verës mund ta përdorni gjithashtu si deodorant natyral për të larguar edhe aromat e pakëndshme të trupit si pasojë e problemeve të përditshme. Vaji i aloe verës do të rikthejë aromën e munguar të lëkurës suaj. Madje mund të përdoret edhe si një deodorant i mirë natyral për lehtësimin e këtyre komplikacioneve, për të larguar aromat e pakëndshme të trupit. Për më tepër, ky vaj mund të mbajë nën kontroll edhe problemet e djersitjes. Atë mund ta aplikoni si vaj ose mund ta aplikoni në forma të ndryshme si deodorant në vendin ku djersiteni më shumë. Dhe rezultatet që do të merrni prej përdorimit të tij do të jenë fantastike dhe gjithashtu do të largoni erën e keqe të djersës, e cila mund t'ju vejë në vështirësi edhe në momentet tuaja më të rëndësishme. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve, gjeli që përmban aloe vera është një produkt fantastik i cili në kabinetin tuaj mund t'i japë shumë përfitime ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve dhe jo vetëm. Lëngu aloe verës tjetë një nga mënyrat rezultative më të mira efektive për lehtësimin e komplikacioneve të përgjithshme dhe sigurimin e një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni prej përdorimit të saj. Ai është i pasur me përdorime të mira ushqyese, me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për rigjenerimin e organizmit dhe jo vetëm. Aloe vera është një bimë që mund të ndihmojë në luftën kundër problemeve të kapsllëkut. Efektet laksative që ajo përmban mund të jetë një nga mundësitë më të mira ushqyese për sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e problemeve tuaja të kapsllëkut. Sipas Cleveland Clinic, aloe vera është një bimë që mund të japë përfitime të mira
për shëndetin tuaj të lëkurës. Dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i akneve që formohen në lëkurën tuaj, dhe aloe vera mund të jetë një produkt fantastik rigjenerues për shëndetin e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera është një bimë që mund të ndihmojë edhe për shkak të vetive të saj anti-inflamatore në lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen shëndetit tuaj. Vitamina C gjithashtu edhe vitamina E që gjenden te aloe vera do të funksionojnë si antioksidant të rëndësishëm që do të ndihmojnë për shkak të vetive të tyre anti-inflamatore në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përdorimet të tilla të kësaj bime do të jenë një mënyrë fantastike ushqyese edhe për sistemin tuaj tretës. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.